Nëse flasim për kohën tash, mendoj se i kanë shumë më të përshtatshme nga ajo kur unë si grua dhe si vajzë kam startuar. Mendoj se ka kushte mjaftueshëm të mira, ka subvencione të ndryshme që ose njëri, ose njëre, ose një startup mund të fillojë biznesin. Do të thënë, është lehtësim për një startup kur ka mundësi të shfrytëzoj subvencione të ndryshme nga institucionet që jep shteti jo. Mendoj që numri është i vogël nga ajo që neve do duhet, sepse nuk na mungon asnjë gjë, do të thënë ka kapacitete dhe po te guximi ndoshta është ai pjesa që pjesa e familjare ose pjesa e guximit, sepse te gratë ndryshon nga ajo pjesa e udhëheqjes që është një biznes i burrave, mban përgjegjësinë edhe për fëmijën, edhe për familjen, edhe është më e vështirë dhe mendoj se kjo është ajo pengesa dhe ngërçi që neve kemi në Maqedoni.